Ecje bëjnë çdo ditë, por kjo e ditës së diel ishte më e veçantë. Bjeshkatare pjesëmarrës të shumtë ju bashkuan Marshit e Paqes Vllasa 99, të organizuar nga Unioni i Shoqatave Bjeshkatare Shqiptare nga Maqedonia e Veriut. Anipse në kushte të vështira atmosferike, të gjithë këta marshues që nisën nga Kaçaniku e që janë mësyen maleve të Hanit të Elezit, sake kishin qendrën përkujtimore të dëbimit të shqiptarëve në Blac. Ne ndjena shumë mirë se e ndjej edhe Kosovën të lirë dhe popullin e Kosovës të lirë. Për ata ndjejmë shumë mirë. Marshi na paraqet kënaqësi ta përshkojmë atje shtegut ku vëllezërit tanë kosovar kanë qenë të dëbuar nga policia dhe ushtria genocidiale e Serbisë. E dikush po kërkon që ky marsh të bëhet tradicional. Që ky popull në një moment caktuar ishte i obliguar të lënë pasuri, të lënë shtëpi, të merr kokën dorë të del maleve për të shpëtuar. Në radhët të gjata të refugjatëve, në pritjen e 99-s, ishte edhe sherife Luta me familjen e saj. Akon ju dhe gusht, që shto bëllio kontura borë, së kërsa që po bjenë borë, akon shumë ina kon të rezikume dhe ate, që vajzën në stop në gjinje kom pasën, gjatë urtimit, shumë kemi hekë, ma ato heka së mëj mi arru diri moment e vdekjes, se akon një tragedi shumë. Nga këto, gjithë këta pjesëmarrës u bën pjesë e manifestimit kryesor në Shtëpinë e Kulturës në Hanin e Elezit. Ku para 26 vjetësh në këtë vend, në Blac, mijëra shqiptar të dëbuar dhunshëm nga okupatori fashist serb qëndruan me ditë të tëra në shi e të ftohtë, të uritur e të friksuar. Disa fjalë për eksodin e shqiptarëve të Kosovës kishte edhe kryetari i komunës Mehmet Ballashi. Është kënaqësi vërtet shumë e madhe për mua si kryetari i komunës që pres kështu në këtë numër kaq masiv për të përkujtuar një ditë shumë të rëndësishme ose një kohë shumë të rëndësishme të prillit kur ndodhi Golgota shqiptare. Unë e kam quajtur edhe holokausti shqiptar. Në fund të këtij organizimi u ndal mirënjohje për pjesëmarrësit në marsh. Më shumë se 2 dekada më parë, rreth 1 milion shqiptarë detyruan nga forcat paramilitare serbe të shpërnguleshin në Shqipëri dhe Maqedoni.